Pyetja sot një fjalë që dëgjojmë shpesh, a u kthy dikush nga jeta tjetër vdekja që ju po i dini këto gjëra? Thonë disa ignorant, një këshill rreth kësaj çështje. Zakonisht me ignorantë nuk debatohet, sepse ai për një debati serioz kalon mohabete, domethënë ofendime, nënçmime, tallje, përbuzje kështu më radh. Fatkeqësisht në shumë gjëra nuk i kemi po i besojmë, pse na thën shkenca. Në as mikrobet këtë si kena po, as bakterët si shohim. Mirë po besojmë se ekzistojnë ato. Edhe kështu që shumë teori shkencore që kemi marrë si vërteta shkencore, nuk i kemi po na, mirë po u besojmë. Edhe valët e radios, edhe valët e celularëve, edhe valët e zërit, nuk i shohim, mirë po ato i besojmë se ekzistojnë. Kështu që edhe kjo punë e jetës pas vdekjes nuk i ka po askush, mirë po ne besojmë me shumë argumente dhe fakte. Që është nga jeta e përditshme apo nga argumentet fetare. Ne kemi për shembull vjeshtën, e cila i zhvesh drujt dhe i thon. Dhe kemi pranverën ku ato lulëzojnë përsëri. A nuk është kjo një shembull i një ringjalljes, vdekjes dhe ringjalljes, kur bimët që i ka krijuar Allahu kanë një fund dhe pastaj një ringjallje, një rifillim. Si ka mundsi njeriu që, domethënë, këtë fund dhe mos këtë vend ku ai do të gëzon shpërblimet e veprave të mira dhe do t'i pëson ndëshkimet e veprave të këqija. Ne gjithë jemi njerëz dhe shohim se këta gjykatët e kësaj bote sa padrejti i bëjnë. Atë ku do të kemi momentin kur ta gëzojmë një drejtësi absolute ku s'ka padrejti për askën. Patyshim është dita e Kiametit. Andaj argumente të shumta ka që flasin se ka ringjallje dhe ka nevojë për të pasur ringjallje. Dhe të gjithë na njerëzit duhet, domethënë, të besojmë në ekzistimin e një dite të këtillë për ta gëzuar drejtësinë dhe për ta pasur, domethënë, dënimin e të padrejtit. Dhe pra çka do thotë, kjo formë e komunikimit është formë që zakonisht e hasim të njerëzit që nuk janë ngritur intelektualisht, as nuk kanë shumë lezim. Por të tjerët me vëmendje dhe kujdes të veçantë i qasen kësaj teme, pa marrë parasysh se ata i besojnë apo nuk i besojnë, por nuk e bëjnë temë të talljes edhe diskutimit cinik. Por nëse ka nevojë e bëjnë diskutim akademik me fakte dhe argumente dhe nuk lejon të bie niveli i komunikimit në kësaj lloj tallje cinike që fatkeqësisht e bëjnë disa njerëz në vetë tona.